Flamurtari është shpallur mbrëmjen e të dielës kampionin e vendit në futbollin e sallës. Vlonjatët zbritën nga Afroni skuadrën e Ali Demit, teksa në finalet e dieshme të zhvilluar në Pallatin e Sportit Tomor Sinani të qytetit e Elbasanit ka mundur kampionët në fuqi me rezultatin 2-0. Heroi i takimit për Kuqezin ishte Gurzakovic, i cili realizoi një dopjet personale, duke i dhënë në këtë mënyrë edhe trofeun skuadrës së drejtuar nga Mario Klaus. Vlonjatët janë treguar më të saktë në lojë, teksa u mbrojtën mirë dhe shfrytzuan si duhet momentet e kundërsulmit, duke shënuar edhe 2 gola. Finalja e futsallës do të niste me kryeqytetasit në sulm dhe me vlonjatët që mundohen të mbrohen mirë. Ndonse skuadra e Ali Demit krijon një avantazh territorial, e ka të pamundur të deportojë në zonë dhe të ketë raste shënimi, ndërsa Kuqezin të aplikojnë kundër sulmin e shpejt. Skuadra e Ergjys Kadiut gabon në faulle dhe shkakton 6 të tillë gjatë pjesës së parë, duke shkaktuar automatikisht një penallti për vlonjatët. Në minutën e 13, Gurzakovic merr përsipër të Kodas, por nuk realizon dot. Por brenda kësaj minute shlyen gabimin duke goditur fort nga jashtzone dhe duke kaluar skuadrën e tij përpara. Në fraksionin e dytë të lojës vijon e njëjta histori, me vlonjatët që mbrohen dhe që shënojnë sërish me anë të Gurzakovic në minutën e 34 të pjesës së dytë. Shëkohen kryeqytetasit, aq më tepër që një minutë më pas Bojovic humbet një penallti dhe aty u duk se titulli po u ikte nga duart kryeqytetasve.